Nga? Nga membri Krasniq. Tash kryeministër. Apo. Nominimi për kryeministër në zgjedhjet e kaluara. Po, duket veprim i mençur. Po ka dështu zotni. Kush ka dështu? Që ky zotnia Bedri Hamza. Që operacioni sukses shumë Kush pacientë vendosi për to? Po ka dështu mu bo kryeministër, orit. Po. Prandaj një njeri që një herë dështon. Po. E mirët për demokracinë edhe për vendin tonë është me alshu dhe në ati që nuk dështon. E ka pilot me nëjë që nuk dështon. Okej, letë pritë se ka insistuar. Dhe të ta e fundit të Po. Me për shembull degën e Prishtinës në PDK-s. Kur në pozicion më të mirë se me Urani Smolin s'ka qenë. Ka fituar ka Po më falë, bre zoti Berisha. A ka fituar ka 30.000 vota ka më pikun më të lartë PDK-s historikisht Prishtinë, zotni. Bilanci cili është? Po partitë politike qyrin me mbledhën sa më shumë votë. Cilo bilanci? Ka fituar ka humb? Okej, a ka fituar ka humb Bedri Hamza Mitrovic? Bedri Hamza ka humb? Po mirë pra. Ka humb? Atëre? Ka humb? Atëre? Nëse vërtetohet me gjykim të Gjykatës Supreme, ka humb dhe gjasat janë ande. Nuk e nëse ajo është punë e krymerit, po lej këtu nëse kështu nëse. Nuk jam në sallë gjyqi, nuk jam gjyqtar. Vendosin ata. Po e dim që ata. Ti e të dhonë opinion, apo e të dhosh me po pyetje? Unë nuk opinion bi arsye legale nuk jap. Mos po të pyes ty për arsye legale, pyeta ka i ka fituar ka humb. Politikisht, fjalimet e dy liderëve sot, të zotit Hamza, kryetarit të ri të FDK-s, edhe të ish kryetarit. Ish kryetari s'ka çka thot, ai ka kryer misionin e vet. E konstatuar një problem të thellë që është mikluar brenda PDK-s. Jo, nuk tha po fragmentarizimin. Jo. Nuk pa problem PDK-s, s'ke problem veç Ladrovci. Dëgjoj. Edhe Ladrovci nuk ka kraj PDK-s. Jo, po fal zoti Berisha. Nevojen e jashtëzakonshme që ka PDK, apo do me përditur më shumë, apo do vështyli do. A përhetur bëhet të i gjallë, a përshindi. Të dy të fokusun në frymë dhe ngem të uniteti. Çka do më thonë kjo? Nuk pat vizion që qevericat Kosova. Po su doni kraj PDK, su doni njeri. Po ndëgjoj. Është i deri Nuk është vetëm Ramiz Ladrosi vetë në këtë. Unë e di saktë çfarë do. Unë flitet me am. Okej, a është kryetari i duhur? Le të flasin ata vetë që kanë dallime me të. A është kryetari i duhur? Ky kryetari i ri apo jo? Politikani i llojit Bedri Hamza për mua është politikani që i duhet Kosovës. Pik. A Kosovës mund të mendoj Partisë Demokratike. Cilo vizioni më i mirë Bedri Hamza se janë multi. Bedri Hamza nuk jo me çka si don, falë, se pe sfidoj vitin. Bedri Hamza me çka si don Bedriu Albini. Bedri Hamza sfidon me problemet konkrete socio-ekonomike që ka Kosova. Jo, po socio-ekonomike është Albini, shkojmë tutje. Fal. Do ta shohim ditëve të ardhshme. Bedri Hamza sot nuk na tha që ka kauz. A ka kauz? Mas një javë, 2 javë nuk e di. Cila kauza zotit Hamza? Kauza ime pa Bedri Hamza sot. Kauza, a ka kauz? Kontorë me vëzuar me. Unë merrna me referenca publike, fjalimi publik i zotit Hamza tha, unë jam këtu që të krijoj paqe midis grupeve brenda PDK-s. Neve na duhet uniteti, na duhet një fitore